Më kanë konfirmuar që jam vajza një prostitute, po dora një skafisti që e ka vra. Ka qenë një shumë lekësh mrapa. Vilma thot që është goditur këtu. Fëmia nuk është mbytur. Bab nuk dita ta mbrojta dhe ma mori peni. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni unë kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë diku. Ndoshta nuk do ta prezantoj vendin se ku ndodhet aktualisht, bëhet fjalë për shtetin italian, por vendin dhe qytetin nuk dua ta prezantoj. Do të hap dritaren për një 27 vjeçare shqiptare, e cila është rritur nga një baba skafist dhe ka marrë sot guximin të rrëfej historinë e dhimbshme që ka dëgjuar nga goja e babait të ndjer pasi ishte larguar nga kjo jetë. Dhe kjo 27 vjeçare mori guximin të hyjë këtu në live me Odetën, sigurisht me imazh mbuluar do të jetë, pa u identifikuar, sepse është prekur nga historia e një zonje me emrin Vilma, e cila vetëm përpara disa ditëve ka qenë në live me mua dhe ka treguar dramën e jetës së saj, se si arriti, le të themi, të humbiste përfundimisht vajzën dhe bashkëshortin në det në një udhëtim që ajo mori në 94-ën nga Ksamili për në Korfuz. Por ajo nën e rrëfeu këtë ngjarje dhe personi që asaj shpëtoi jetën i kishte thonë që vajza jote nuk u mbyt, por shpëtoi. Dhe ajo fjali vazhdon ta ndjekë edhe sot e kësaj dite dhe ajo nën beson se ndoshta e bija mund të ketë mbijetuar atë natë, por e vërteta nuk dihet. Kjo 27 vjeçare nga Italia sot kërkon të rrëfejë një histori që dyshon se është historia e Vilmës, por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur momentin kur zonja Vilma hyri live nga Korfuzi me mua, dua të prezantoj këtë klip të shkurtër dhe rikthehemi. Kur hypëm në skaf, s'kishim bërë akoma 200-300 metra, skafi u mbush me ujë. Por në momentin kur ram, Elika e qolloi burrin këtu. Dhe në këtë kohë dëgjoj zërin e gocës. Mama! Unë po mbyte, mami! I them tim shoqi rri këtu, i them sa të shkoj të marr Esmeraldën dhe të kthehem. Edhe në moment që shkoj atje kap vajzën e marr fort këtu, i them mami është këtu, i them. Mos u tremo. Dhe ajo më shtrëngon kaq shumë fort, dikush deta më tërhoqi nga këmbët, miku vajzë. Unë kam jetuar 3 orë gjysmë brenda në det duke kërkuar gocën. Por një moment kthehem dhe për ta Strasburgun Bajram dhe nuk e gjeta burrin. I humbe të dy. Bërtas dhe një herë tjetër sa fuqi kisha dhe dëgjoj një zë. O motor, ku jeni? Vin ata me skaf. Atë fytyra shumë të kriminali më futi në skaf, i them unë nuk hyp, merr djalin e xhaxhait burit tim, se unë do kërkoj për gocën. Dhe ai më tha, hajde se gocën ta kemi gjetur. I besova. Dhe ky person që mua më shpëtoi, më ka ardhur, më ka kërkuar mbas 2 vjetësh, a mund të pyesi, kam thënë mua pse më shpëtove? Se ti je një njeri që i ke bërë vetëm keq njerëzve. Më tha ulërimat e tua në det, më tha, që kërkoje gocën, që u ktheva ata dhe të mora, dhe më tha, unë do të them 2 gjëra. Ti besoj, mos i beso. Vajza nuk të ka vdekur, vajzën e ke gjallë. Unë mendoj që dikush e mban shumë të fshetë historinë e gocës time. E dëgjuam zonjë Vilma, një nën e cila me dhimbje tregoi atë natë të mërshme në det. Ndërkohë unë do ha dritaren dhe do jetë 27 vjeçarja, e cila sot do tregojë një histori që i ka treguar baba i saj skafist, i cili në ato vite bënte rrugën Ksamil, Greqi, por edhe Ksamil, Itali. Kështu që hap dritaren dhe ftoj me njerë 27 vjeçaren. E dashur, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë të parë, dua të falenderoj nga zemra që më telefonove për një rast kaq shumë të dhimbshëm dhe delikat të një nëne që ka humbur fëmijën në det që quhet Vilma në 94-ën. Unë e dëgjova me vëmendje të gjithë audion që ti më kishe dërguar në numrin tim dhe të doja që sot të flisja me ty për këtë histori, por dhe për ato që ti di. Në rregull, unë do flas për aq sa di, po vetëm duhet dish diçka që jeta ime është po në rrezik. Aq sa do mundohem të flas sot të gjithë gjërat që di, po duhet dish që edhe jeta ime është në rrezik.
E dashur, unë të premtoj që emri jot, imazhi jot nuk do identifikohet nga askush. Ajo që neve na intereson është vetëm të dim më shumë rreth sa historie të dhimbshme. Atëherë, që dua të tregoj është për jam rrit nga një person që deri dje i thoja bab, sepse e njifja, ishte personi vetëm që njifja si bab. Edhe kam pas një lidhje të jashtëzakonshme, po në atë kohë nuk arrija ta kuptoja që pse ky person po lidhet kaq shumë me mua dhe të tjerët nga ana tjetër, tjerët nuk e kishin këtë lloj lidhje. Edhe isha gjatë gjithë kohës në kontakt me atë, kisha shok, e kisha çdo gjë, përpiqte të fliste, ai dinte më shumë gjëra. Dhe për historinë e Vilmës di këtë që kur unë masi u rrita, kam marrë vesh nga gjyshi që kam dashur të ma vënë emrin Esmeralda, dhe kjo gjë tingëllonte gjatë gjithë kohës. Jo, mos. Sepse të tjerët nuk doshin që nuk ishin dash më saktë që unë do ta tregoj gjithë historinë e jetës time dhe ti pastaj. Të tjerët nuk ishin dash këtë emër, kurse kur u rrita, kur u rrita po të flas për moshën që kur babi ka 10 vite që ka vdekur, dhe unë ja vuna fajtin smunjes. Babi ka nejt në shtëpi me mua në Itali, edhe unë ja vuna smunjes që ai po hapte për çdo gjë. Dhe në atë kohë nuk doja as ta kuptoja që nuk ishte baba im, nuk doja as ta pranoja. Nuk ishte gjë e shpifur dhe isha fiksuar që okej, është smunja që po i bën të flasi. E dashur, ju më keni shkruajtur që jam rritur me një baba skafist. Po, babi ka pas punuar skafist nga viti 90 deri në 2001. Mund të më thuar si quhet babi juaj? Duhet ta them? Unë e them, Nuk po do ta- shumë njerëz do e njohin dhe do e dinë që kush është. Unë nuk do e bëj publik emrin e tij. Okej, babi ka pas emrin emrin dhe mbiemrin. Nga cili vend i Shqipërisë? Atëherë po të dëgjoj me vëmendje dhe marr efekt të histori. Atëherë edhe unë na që gjyshi ka pas këtë dëshirë të ma vinte emrin Esmeralda në atë kohë, edhe na që ishte bosi edhe babi nuk donte që tu përmente ky emër. Dhe kur kaloi koha, babi më tregoi që atë natë, kur ka ndodhur kjo gjë, se ma ka tregu, po unë do tregoj aq sa mbaj mend. Atë natë kur ka ndodhur kjo gjë, siç është nisur gomonja, pastaj pyete Vilmën nëse ka ndodhur kështu apo s'ka ndodhur kështu. Kur është nisur gomonja, dikush ka folur që ka qenë një shumë lekësh mrapa. Dhe ajo shumë lekësh nuk është thënë që okej, është bërë si një batut që unë ju ble me lek. Po, Nga njerëzit që do nishin. Siç kanë qenë duke folur shoqëri me shoqëri, është marrë vesh se gjithë historia se si ka qenë. Ka qenë që nuk do nisen, po në atë vend unë e di që siç është thënë që do eliminoshin disa njerëz, po duke me e ditë që kush po i mban lekët, s'kan ditë këtë eliminojnë dhe mos me nis me skaf. Edhe kanë vendosur ta karikojnë të gjithë skafin, dhe ka qenë preteksti që okej, po e rrëzojnë skafin që preteksti të marrim çantat. Dhe unë e di këtë fakt, unë nga babi mbaj mend që çantat janë rrëzuar herën e parë, janë rrëzuar mrena ndet. e dashur, që se po më shokon, po tregon një histori që mendon që ka lidhje me historinë e Vilmës, zonja që humbi bashortin dhe vajzën në det. Unë dua të jetë historia Vilmës, unë dua të jetë kjo histori dhe unë uroj sepse fëmia në atë kohë do dalë dhe tek historia. Por që të jemi Fëmia të në atë qartë, kohë nuk është mbytur. Fëmia nuk është mbytur. Sepse Vilma, unë nuk kam arritur ta dëgjoj, kam dëgjuar vetëm një pjesë që Vilma thotë që është goditur këtu. Kurse bashorti. unë babi di që është goditur këtu.
Dhe ti pyet e Vilmën, goditja ka qenë këtu apo në anë të kokës? E dashur, Dhe kur Vilma ka shkuar, siç e di emrin, siç e dëgjova, unë e di që nëna është hedhur të mbrojë fëmin dhe personat kanë shku dhe i kanë vënë armën në kokë, tjetri dhe i ka thënë kush i ka lekët. Dhe jati fëmis ka thënë në qoftë se më fëmin, unë do t'i jap lekët. Dhe në atë kohë janë marrë të dy si jati dhe fëmia, janë nxjerrë, si jati dhe fëmia, dhe kanë dashur të eliminojnë njerëzit e tjerë. e dashur, këtë histori ta ka treguar babi jot dhe të lutem më lejo të bëj disa pyetje se dhe mua më shokove. Bëhet fjalë që për disa njerëz që do votonin në Korfuz dhe anija u mbyt në det. Bëhet fjalë që baba juaj ka qenë prezent? Nuk është se ka qenë prezent, mas janë shpëtuar, janë ngritur dhe janë shpëtuar si jati dhe bija, dhe kam vendosur që pjesa tjetër, sepse jati ka thënë, okay, unë do dorëzoj lekët, por unë nuk dua që të mbytet fëmia. Dhe këtë gjë nuk mund ta them dot unë, sepse nga vendi ku janë nisur, duhet të pyesësh personin që a ka pasur më skafe që do nishin për në Itali? Sepse që atë natë kanë kaluar në Itali të dy. Dhe babi ka pa vetëm në këtë nuk e mbaj mend se ku ka zbritur anija, sepse nuk ka zbritur mbari, ai skafi nuk ka zbritur mbari, ka zbritur një vend tjetër. Edhe babi thotë që kur ne po shkarikoshim, kam pasi prezencën edhe kushti ka qenë ky. Unë po ju mbroj të dyve, pa ma në qoftë se po bi dakord po t'jap lekët çdo gjë, di që edhe personi pastaj kur ka ardhur në Itali, është shtruar në spital, fëmia ka qenë në si thot qendrat sociale të fëmijëve dhe di që ky do njeriu ka vdekur në 97-ën, edhe këtë ka thënë, sepse prap nuk i ka deklaruar të gjithë lekët dhe ka qenë në konkurrencë me një skafist, sepse skafistat në atë kohë, po flas për skafistat, këto njerëzit edhe i përdorshin. Dhe gjithë në lojë ka qenë jeta gocës. Dhe kur ka vdek në 97-ën, prap ka qenë po dora një skafisti që e ka vrarë. Dhe në qoftë se kërkohet, po me siguri nuk e di sepse nuk unë të thash që unë do ta tregoj gjithë jetesën time dhe ti pastaj do thuash që okay, ke drejt që nuk e folur. Di që ka qenë o Venecia që ka qenë shtruar në spital. Ky shqiptar. Dhe nuk e di se në qoftë se ekzistojnë akoma kartelat apo jo, dhe kur ka vdekur di faktin që një skafist i ka sjellur këtu mrapa tek pjesa e kokës mrapa, dhe pjesa e kokës nuk është se ka vdekur nga hemoragjia, si thot shqip, po ka vdekur se plaga i ka marrë ajër. Dhe skafisti pastaj e ka lënë buzë detit dhe buzë detit e kanë gjetur. E kanë gjetur disa shqiptarë dhe shqiptarët pastaj e kanë çuar në Venecia, edhe aty pastaj ka vdekur nga ajri që ka marrë në kokë. Këtë e di sepse ma ka treguar babi. Bëhet fjalë për babain e fëmijës. Ka dorëzuar shifrën e lekëve të gjitha dhe pastaj ka punuar mbrapa skafistëve dhe nuk është njësoj si një gocë që ti e merr dhe tani do të përdor unë. Po me fëmijën çfarë u bë? Di që fëmia është çu në si thot asistenca sociale. Po, në Itali. Shtëpia e fëmisë, si thot shqip. Dhe kushti ka qenë që unë dua të mbroj fëmin tim. Por çfarë diti për atë fëmijë, për atë vajzë? Se kjo edhe nëse nuk është historia e Vilmës, bëhet fjalë për një histori të një babai. Di që atë natë që janë nisur, që nga momenti sepse thash edhe një herë preteksti ka qenë të eliminohen të gjithë. Është pretenduar sikur njëra nga femnat ka pasur lekët dhe kanë qenë synimet që të vdesin gjithë burrët dhe në atë gomone më duket kanë qenë 2 femna atë natë. Dhe është pretenduar që në gomone femnat kanë lekët. Pastaj kur ka qenë momenti mbytjes, ai personi që ka qenë goditur i ka thënë që më shpëto fëmijën dhe unë do të dorëzoj lekët i kam unë.
Sepse dikush përpara se të nisë të gomonja ka folur dhe ka thënë që unë jam gjendë të blet gjithë skaf gomonen. Dhe kjo ka qenë preteksti pastaj që çdo gjë ka shku si ka shku atë natë. Sepse dikush ka fol. Ta kuptoj qartë edhe ngjarjen. Nuk kam qenë prezent dhe nuk e di se kush mund ta ketë thënë edhe si batut që jam i Zotit me të ble gjithë gomonen. E dashur ti po më tregon që po më rrëfen një ngjarje të ndodhur në 90 fund 93-shi, fillim 94, nuk je e sigurt, një ngjarje të ndodhur me një skaf që po nisej nga Ksamili për në Korfuz. Ai skaf u niste për natë. Ka qenë një rrugë që e bëshin shqiptarët për natë, me aq stadion nga Imati. Dhe dyshon se mund të jetë historia e Vilmës, nënës që humbi dhe djalin, dhe vajzën dhe burrin. Ju po më tregoni që një person që do hipte në skaf ka deklaruar që un kam kaq shumë para sa mund të blej dhe skafin. Dhe skafistët e kanë dhe këtë nuk e di se kush e ka hënë si batut, po skafistët e kanë dëgjuar. E qartë, dhe skafistët nuk e kanë bërë këtë rrugë udhëtim, kanë bërë që skafi të përmbytet për të marrë këto para. Preteksti parë kanë qenë që do hidhen çantat në ujë. Po. Sepse mendoshin që lekët ishin në çanta. Unë nuk e di se sa çanta kanë qenë, por kur më aq sa më mend nga babi, mbaj mend që skafistët kanë qenë 2 çuna të ri që kontrolloshin gjërat personale të njerëzve. Por babai juaj, i ndjer, ta ka rrëfyer këtë histori para sa viteve? Babi ka 10 vite që ka vdek, ma ka treguar historinë një vit përpara se të vdiste. Por kjo 27 vjeçare, ditën e sotme në këtë live do shokoj duke treguar dhe duke rrëfyer jetën e saj, sepse u rrit nga një baba skafist, por që nuk ishte baba i saj biologjik. Ajo dyshon se është vajza e një prej vajzave të humbura të trajtuara në programin Pa Gjurmë dhe bëhet fjalë pikërisht për 2 shoqet e ngushta, Nertila Osmani dhe Sonila Kryeziu, të cilat u zhdukën në 11 mars të vitit 2004 dhe u dyshuan se u vran në zonën e Divjakës. Por çfarë ka mësuar kjo 27 vjeçare, e cila sot jeton e vetme, babai që e rriti ka ndruar jetë, ajo sot do e rrëfej të gjithë histori, kështu që e hap dritaren dhe e vazhdoi intervistën. S'di se më ka vrarë gjithë jetën kjo histori. Kur unë kam qenë 9 vjeçe, njeriu si bie babi ishte ky dhe babi ishte i martuar me dikë tjetër. Edhe ajo përpoq të më shiste kur ishte 9 vjeçe. Gjë që unë nuk dua të gënjej, po edhe nuk më duket etike, unë e kam tatuazh këtu, që e mbaj gjithmonë që unë mundua të më vritshit kur ishte 9 vjeçe, po harrut që këmbët e mia janë shumë të forta. Edhe aty nisi çdo gjë se pastaj unë jam larguar. U largova, po okej, me atë idenë që në rregull, në atë kohë nuk e kuptoja që pse po më shiste. Dhe kur babi ka vazhduar që edhe mu të ishte një shtys pyesja pak më shumë, ishte kur më tha, unë e di që do vdes, po dua të tregoj një histori, që ti nuk je fëmia jon. Dhe pastaj aty më ka treguar, po për sa i përket jetës time, ka të bëjë me Sonila me ata 2 shoqet. Sonila dhe Nertila Kryeziu. Unë e kam dhe kur unë kam lindur, në certifikat e kam emrin Stella, kam lindur në barit Italis, jam kthyer në Shqipëri, më kanë dorëzuar në Shqipëri dhe është bërë një ndrim fëmijësh tek spitali. Nëse ke nevojë për certifikatën, unë certifikatën ta jap. Gjë që e kam kërku me forcat e mia sepse unë nuk kam nga ta hap gojën. Ta jap certifikatën, ta jap çdo gjë që më përket. Edhe fotot e Sonilës që ti publikon sot, edhe atë pjesë e kam. Çfarë viti keni lindur? Në certifikat, për të më mbrojtur, babi më ka ndryshuar letrën, edhe ka bën 93-shi. E dashur, po çfarë lidhje, le të themi, ju keni lidhje me historinë e Sonilës dhe Nertilës? Ato kanë humbur në 2004-ën.
ta them unë. Nga në qoftë se nënën e ka gjallë dhe e di shumë mirë, nëna e di shumë mirë. Të gjitha e di. Dhe nëna më duket nuk ka pranuar një fakt se vajza që është me flokë të zeza është shitur nga jati. Edhe nëna e di shumë mirë që kush ja ka blerë për 500.000 lekë në atë kohë, 500, si ishin lekët në atë kohë, nëna e di shumë mirë se kush e ka blerë gocën. Kurse përsa i përket frokuqes, vajzës tjetër, edhe ajo e di shumë mirë që nusja kujt ka qenë, të dyja familjet e din dhe më vjen keq që nuk e tregojnë vërtetën ashtu si është. Por çfarë ju ka treguar babai për këtë histori? Atëherë, tregoj që më ka treguar, po me këtë histori edhe maj mend shumë mirë. E maj mend shumë mirë. Sonila, babi më ka treguar që vajzën e ka blerë kur ishte 15 vjeçë dhe e ka blerë nga jati vet dhe e ka blerë në Vlorë. Sepse jati ka dashur ta kalonte me gomone. Vajzën e kujt? Flas për vajzën që i ka flokë të zeza, sepse fotot e asaj unë i kam akoma. Të Nertilës. Në Shqipëri, fotot e Nertilës unë i kam akoma. Po pra, po, në 1993-in i bie të ke qenë shumë e vogël në moshë ajo. Ka qenë 15 vjeçë kur është shitur dhe nëna e di shumë mirë. Kur Nertila është shitur, nëna dhe jati e din shumë mirë, sepse kur është ble Nertila, me aq sa më tregon i madh, Nertila ka qenë e qethur. E dashur, më lejon të pyes për jetën tënde që ta kuptoj qartë? Po, më pyet. Ju më treguat që jeni rritur nga një baba skafist që mësove që nuk ishte baba i jot. Po. Si të kishte marrë ky baba të kishte birësuar dhe të kishte rritur? Nuk ka qenë birësim, ta them unë. Babi ka qenë i martuar, aty ku nisi edhe historia babit, që u shkatroi gjithë jeta. Babi ka pas dashur një vajzë, një gocë, edhe atë dashuri e çoi në martesë. Nga ajo martesë lindën 2 fëmijë, lindën 3 fëmijë, 2 gocë dhe një djalë. Dhe një gabim, si çdo çift tjetër, bëri që gruaja t'i humte jetën në një gabim. Dhe babi kishte vendosur që mos martohet më kurrë në jetën e vet. Kishte përmend që të rriste ato fëmijë dhe nuk do martonte më. Okej, zgjodhi dikë tjetër në jetën e vet. Dikë tjetër që femna na herë kur i din të gjithë vërtetat e një mashkulli, kur di gjithë jetën e një mashkulli, mbahet nga mashkulli pastaj vetëm për t'i mbajtur sekretet. Nuk marret më për dashuria, po ku ta di unë. Femna që u martu babi donte një fëmijë. Edhe gjatë gjithë kohës di që ka pas kërkuar të ketë një fëmijë. Ka ardhur në jetë një vajzë që supozohet që ishte para meje në jetë. Mrapa shumë vitesh, kjo ngel shtatzone prap, edhe babi thot që jo, nuk duam të kemi më fëmijë, edhe aq më pak të jetë mashkull. E kam një djalë, nuk duhet që të rris 2 djemë që nuk janë të njëjtit bark, dhe kanë shkuar e kanë hekur të fëmijë. Kur kjo ka qenë prapë për zdyti, për streti i bie shtatzan, fakt që e din të gjithë që mu më është më hu, unë jam ndruar sepse ajo ka lindur djalë dhe në spital na ka ndruar. Ti do thuash që nga e di që të ndruan, sepse vetë ma ka thënë babi që në spital, sepse në atë kohë dhe dikush tjetër ishte shtatzane dhe ishte shumë e lehtë. Më saktë unë kam lindur shumë pak, diku dhe 10-11 ditë përpara atij fëmije. Dhe aty është bërë shkëmbimi. Nëse do më pyesësh pse është bërë shkëmbimi, sepse mamia është akoma gjallë. Adresën ja di, kam shkuar, kam folur, po mamia e vetmja gjë që më thot mamia asaj kohë është që unë me ato lloj njerëzish, unë mund të paraqitem vetëm përpara gjyqit. Dhe ty si njeriu nuk di çfarë të them.
kam shkuar. Ta jap edhe adresën e mamis, e të gjitha, po mamia me mua të paktën nuk ka vendos me fal. Edhe jam çuar në shtëpi, edhe aty babi gjatë gjithës i ka thënë që këtë fëmijë që kam zgjedhur të binë në shtëpi, ky fëmijë që ka futur këmbën në shtëpi time nuk del më. Ndërkohë, Nuk jam shkëmbyer sepse është dashur kohë që unë të vinja, unë kam lindur në Bari, nuk kam lindur në Shqipëri. Dhe është dashur kohë që me gomon e babit binte tjetrën me gjithë fëmijën e vogël nga Italia në Shqipëri. Dhe pastaj babi e ka pasur shumë të lehtë sepse mamia është motra e grusë par babit. Dhe ka pasur shumë të lehtë ta bënte këtë gjë. Në 98-ën, 99-ën, 2000-shin, unë kam qenë diku ke 3 vjeçe. Dhe kur vajza me flokët e zeza ka ardhur në shtëpi tonë, më shlën emri sepse për të mbrojtur fëmin tonë do i lem emrin fakt që ma ka thënë babi. Po babi e ka ditur se ajo e ka prezantuar si goca tezes shoqen e vet. çfarë ti pretendon që je vajza e Nertila? Sepse ajo e ka prezantuar shoqen e vet si gocën e tezës dhe goca siç supozohet. Unë këtu e dëgjoj shoqja, në jetën reale unë e kam ditur që është vajza e tezës. Ata dyja që kanë humbur janë vajza tezës me njëra tjetrën, Sonila me Nertilën. Atëherë se po më shokon me gjithë histori, e dashur. Po. Babai çfarë të ka treguar? Pra ti ke ardhur në jetë nga kush? Nga Sonila apo Nertila? Atë që pretendon? Nga Nertila. Nertila Osmani. Për të më mbrojtur, i ka thënë Timeti do i lem emrin e gocës tezës sepse askush nuk ka për ta gjetur. Kur kam lindur në Itali, më ka vënë emrin, siç është këtu, më ka vënë emrin Stella. Dhe më ka vënë mbi emrin Hoxha. Në certifikat, prandaj thash ta jap certifikatën, do ta nis certifikatën. Pra, certifikata jote nuk ka asnjë lloj lidhje me atë personat që të rritën. Tek certifikata lindjes, personi që më rriti tani del si gjyshi im. Kurse mua më është vënë mbi emri Hoxha, Stella Hoxha. Dhe aty tek certifikata, tek emri i babës nuk ka vënë emrin e tjatit, kush është, do ta tregoj gjithë historinë se çka ka ndodhur. Nuk ka vënë emrin e tjatit, ka vënë sikur ka qenë në bashkëjetesë me dikë. Çfarë të ka treguar babai juaj, sepse sot më shokove me gjithë histori që më tregove nga një baba skafist që ke mësuar shumë. Mbaj mend kur ka ardhur ajo në Shqipëri, unë kam qenë e mbaj mend. Edhe babi thot që kthehu dhe rrite fëmin, lëri pas të gjitha. Dhe ktheu rrite fëmin. Edhe mbaj mend 3 divane jeshil, edhe mbaj mend disa wafer, nuk e di si i thotë shqip, disa çokolata wafer. Pak më shëndosh, pak fare më shëndosh se sa është në foto. Edhe mbaj mend që donte gjatë gjithë kohës vetëm pinte cigaren. Edhe babi, sepse babi i vuni kishin vënë disa hekra të dritarja. Dhe babi thoshte që të lutem kthehu dhe rrite fëmin, kthehu dhe rrite fëmin. Mbaj mend që gjatë gjithë kohës dhe mbaj mend një ditë që pruri, kur ka nga Italia, ka prur një çantë të vogël zez, që e kishte të vetën. Ti në atë kohë jetoje në Itali apo në Shqipëri me babain? Në Shqipëri. Në Shqipëri. Dhe të them që ka ardhur diku ke viti, siç ma ka konfirmuar dhe babi, ka qenë diku që kur ajo është kthyer prapë, unë kam qenë 3 vjeçe. Dhe ka nejtur në atë kohë, ka ndetur 2 javë. Di që babi ti ka thënë që jam mërzitur, mund të shkoj në pazarin, nuk e di nëse një venet pazarin e Lushnjës dhe të Rogozhinës. Ka dalë në pazarin e Rogozhinës, pastaj kujtoj Odet, nuk e di.
Ose ndoshta edhe ata që tani t'janë futur më shumë mendimet sepse do të kuptosh kush je. Çfarë të ka thënë babai përpara se të vdiste? Ta ka konfirmuar këtë histori që ti je vajza e Nertila Osmanit? Më kanë konfirmuar që jam vajza e një prostitute. Nëse do të dish vërtetën e ke tek emri jot, që unë as nuk e dija se kush ishte, as nuk e dija që nëse do kishte humbur, se edhe në certifikat lindjes është emri Rita. Edhe kur ka Rita Hoxha. Edhe kur ka kaluar që ka bërë pasaportën tjetër, e ka bërë pasaportën me Rita Hoxha. Po, por babai ka falsifikuar të gjitha gjërat. Çfarë të ka thënë babai jot? Ai të ka të deklaruar që nuk Babi im ka thënë vetëm kaq që kur ka shkuar në Lushnjë, ka ra edhe babi sa herë që qante, masi e tregoi historinë, bab nuk dita ta mbrojta dhe ma mori beni. Bab nuk dita ta mbrojta dhe ma mori beni, bab nuk dita ta mbrojta dhe nëse jeta jote erdhi kështu dhe nëse gjithë nuk ka mund me të dhënë ai sa duhet, bab nuk ta mbrojta dot se ma mori beni. Ajo ka lënë shtëpi, ka lënë një palë çelca shtëpiash dhe ka thënë kur ja ka dorëzuar çantën, siç e ka marrë nga makina, babit ajo ka dorëzuar një çantë babit dhe mrena këtë çantë ka qenë një pasqyrë vogël, një letër e shkruar dhe një palë çelca shtëpiash. Ka kaluar pastaj, supozohet që ajo ka kaluar doganën. E ka kaluar prapë sepse beni e ka kaluar prapë në Itali. Dhe vajza tjetër, Sonila Kryeziu, ka qenë e martuar me kushërinin tem, një gabim i kushëririt e babit. Edhe një gabim i kushëririt e ka qarë padashje këtu, në nerva sipër, siç kanë qenë të ri atëherë, e ka qarë. Babi tregon që e ka qarë këtu ke faqja. Pastaj ajo është larguar dhe nga emri që ka pasur, i ka vënë emrin vetes vetë Leila. Sepse të dyja këto shoqe, ato kanë qenë shoqe të ngushta e dashur. Janë zhdukur në 11 mars të vitit 2004. Ndërkohë, sepse në 2004 ato kanë kaluar prapë det, po kanë kaluar, njëra ka kaluar me emrin Leila, tjetra ka kaluar me emrin Rita. Mund të flas vetëm për këtë që është mbi emri Rita Hoxha. Po tjetrën Leilën, unë e di, kam edhe fotot e Leilës, edhe është ai momenti që e kam një foto, sepse shumë thash dhe një herë që jam përpjekur ti mbledh vetë gjojnë aty ose çfarë foto ke? Kam një foto ku është edhe prezenca Sonila Kryeziut, që unë jam tek ajo që më rriti, jam këtu në krahe. Pra ti ke një foto që vërteton kur ke lindur në theshtatën apo kur realizuar foto që ti je me Njerkën, Njerka të mban në krah dhe Sonila është pranë. Po. Do ma dërgosh këtë foto? Do t'i dërgoj të gjitha fakte, do t'i dërgoj të gjitha, sepse edhe unë kam marrë një pikë që nuk po mundem më. Të lutem, babai juaj të ka deklaruar që je vajza e Nertila Osmanit dhe ai të rriti. Babim ka deklaruar që je vajza dhe nëse do të dish një pse e ke në emrin tënd. I kam thënë dua të di, po çfarë do me të thënë më shumë dhe vetëm gjë që ka pas thënë gjatë gjithë kohës që bab nuk e mbrojta dot dhe më mori beni. Ndërkohë, ato të dyja janë të humbra, si Nertila dhe Sonila. Por babai juaj i ndjeri ka pasur informacion çfarë ndodhi me fatin e tyre? Për Nertilën jo, kurse për Sonilën e dinte që pasi është nda nga kushëriri ati, di që ka qenë martuar me një polit dhe nga ajo martesë ka sjellë 1-2 çuna. Dhe jeton ku? Nuk jeton ma, sepse pastaj nëse shifen lajmet ka qenë një vrasje që njëra nga prostitutat është gjetur e vrarë dhe e hedhur në koshat e mbeturinave. Nëse shef lajmet në Torino. Qa viti?
E di që ka vdekur diku para 2-3 vjetëve për para babit, që ka qenë e martuar me një polic, edhe e kanë gjetur të thejur pastaj në koshat e mbeturinave. Por ti nuk tentove që të kërkoje nga babai të njihje nënën tënde Nertilën? Kërkova dhe më thoshte vetëm që në qoftë se nuk vdesin disa persona, jeta jote është në rrezik. Dhe unë i kam dhënë një fjalë dikujt, edhe asaj fjalë unë duhet të shkoj deri në fund. Kam kërkuar dhe vjet, dhe nëse kam kërkuar dhe vjet me anë të një emri, kam kërkuar në Rrogozhinë sepse atë kam afër, thash jeta ime nuk është se është e lirë, sepse nga kjo që unë kam shtëpi, që mas vdekjes babit e mbaj unë shtëpi, dhe për çdo gjë unë nuk mund të lëviz dot si dua, jeta ime është punë, shtëpi, punë, sepse edhe kjo ka frikën që unë të kërkoj një pse. Ju sot aktualisht sa vjeç i bie jeni? Ke lindur me moshën tamam 27. 27 vjeç. Jeton e vetme? Kam krijuar jetën time sepse pastaj që 15 vjeç unë, që 13 vjeçe, nga mosha 9 vjeçe, unë ika pastaj, edhe mas sa kohë moshën 15 vjeç u martova, dhe sot jam me 2 fëmijë. E dashur, sepse ndova të kryej jetën time pastaj. Për të vërtetuar këtë histori, sepse më shokove dhe unë nuk di çfarë të pyes dhe çfarë të marr vesh më parë në gjithë histori që më tregove, ndoshta në një episod të dytë do flasim të dyja më të qeta, por nëse ti vërtet tregon këtë histori dhe tregon që personi që të rristi ishte një skafist dhe të ka treguar të vërtetën tënde dhe ti mund t'jesh vajza e Nertilës, Nertila ka lënë një vajzë tjetër. Ti e dikte informacion dhe një analiza DNA-je mes teje dhe saj do doje ta bëje këtë analizë? Do doja, sepse edhe unë nuk mune më. Atëherë unë do lidhe me maman e Nertilës, unë kam kontakte edhe me vajzën e Nertilës dhe me maman, ato jetojnë jashtë Shqipërisë, dhe nëse ti e gatshme për të bërë të analiza DNA dhe për të vërtetuar, nëse je vërtet vajza e Nertilës, edhe unë jam e gatshme të të ndihmoj dhe ta bësh këtë gjë. Gjithsesi, ne do jemi të dyja në kontakt të vazhdueshëm. Do flasim, më jep kohë dhe mua të marr informacionin e duhur për të gjithë histori, për të përballur të gjitha faktet që ju keni dhe ato që ne disponojmë dhe të kuptojmë qartë nëse kjo histori është e vërtet apo jo. Ajo që do kërkoja prej teje është nëse zonja Vilma që humbi vajzën në det dhe ti tregove një histori që babai ta ka treguar, do më kërkonte numrin tuaj në privat që ju të flisnit, ma lejon që unë t'ja jap? Kur të duash, Odet, kur të duash vetëm... Të falenderoj, do t'ja kaloj zonjës Vilma që të flisni të dyja dhe në privat, vetëm më premto që ne të dyja do mbajmë kontakte për ta verifikuar këtë histori deri në fund. Dhe sigurisht mirë që unë me datë 18 mars për çdo muaj unë jam në Shqipëri. Okej, me datë 18 mars unë vi prapë në Shqipëri, edhe të bie faktet që mund të kemi dashur. Unë të falenderoj që ishe sot me mua dhe do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Mirupafshim. Mirupafshim, Adet. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. U shokova teksa e dëgjova këtë 27 vjeçare, nuk di të them nëse është histori e vërtet apo jo, por mbetet gjithçka për të verifikuar. Ajo është e gatshme të bëjë një analizë DNA-je me vajzën e Nertilës, e cila jeton jashtë Shqipërisë dhe është lidhur në programin tim dhe kërkon nënën, dyshohet se janë të dyja motra, por një analizë DNA do e vërtetoj nëse janë motra apo jo, dhe nëse vërtetohet se ato dyja janë motra, atëre gjithë historia e Sonilës dhe Nertilës ka shumë gjurmë për të arritur tek ato. Nuk di të them më shumë, në ditët në vijim do vazhdojmë me këtë histori për të verifikuar të gjitha informacionet që ne kemi dhe 27 vjeçarja disponon. Faleminderit që më ndoqët, ditën e sotme, ne do ritakohemi sërish bashk live, ju e dini që unë jam çdo ditë nga hëna në të shtunë live ora 10 në kanalin tim në YouTube, Odeta Dume Mandro, dhe ditën e diel, ju që më dërgoni mesazhe dhe nuk keni mundur do të shikoni emisionet, ato emisione që ju më kërkoni, unë jetë ritransmetim ditën e diel këtu në kanalin tim në YouTube. Ju falenderoj miq dhe takohemi nesër, mirupafshim.